Mbretëria e Bashkuar ka qenë mbështetëse dhe mike afatgjate e Republikës së Kosovës dhe serja firmimi për përkrahjen e Kosovës në rrugëtimin euroatlantik, është thënë edhe gjatë vizitës së fundit të sekretarit të jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar, David Lammy në Prishtinë. Kështu theksohet përfaqësuesi britanik Fergus Eckersley në seancën e së martës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ai ka shtuar se zgjedhjet e fundit në Kosovë ishin paqësore dhe konkurruese. Mbretëria e Bashkuar ka qenë mbështetëse dhe mike afatgjate e Kosovës, mbetemi të përkushtuar dhe që të përkrahim rrugtimin euroatlantik të Kosovës dhe zhvillimin e një shoqërie shumë etnike demografike. Gjatë vizitës së javës së kaluar, Ministria e Jashtme e Jona e ka bërë afirmimin e këtij synimi, mirëpresin zgjedhjet e fundit, vëzhgues ndërkombëtare kanë cilësuar si paqësore dhe konkurruese, dhe na mirëpresin qeverinë e re që të bashkëpunojë me të, tha Eckersley. Ai tha po ashtu se si përkrahëse e shtetësisë së Kosovës, e mirëpresim njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Kenia, teksa inkurajoi të gjitha shtetet që se kanë bërë një gjë të tillë ta bëjnë sa më shpejt. Si përkrahëse e shtetësisë së Kosovës, e mirëpresin njohjen së vonit të Kenjas, duke shtuar numrin e shteteve njohëse inkurajuese të gjithë ata që se kanë njohur pavarësinë e Kosovës ta bëjnë këtë sa më shpejt, theksoi ai. Më tej, përfaqësuesi britanik i kërkoi Serbisë sjelljen para drejtësisë të autorëve të sulmeve të KFOR-it, atij në Banjsk dhe të bashkëpunojë me Kosovën për të identifikuar kryesisht sulmin në kanalin e Ibër-Lepencit. Kosova dhe Serbia duhet të punojnë në zbutjen e tensioneve dhe përmbahen nga retorika eskaluese mes tyre për një të ardhme më prosperuese, deklaroi të martën përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, John Kelly. Gjatë fjalimit të tij në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Kelly tha se qëllimi përfundimtar mes së dyja vendeve duhet të jetë njohja reciproke.